Volejbolistja shqiptare ngre trofeun e Champions League. Sportistët shqiptare vijojnë kënë sukses në arenën ndërkombëtare. Kësaj radhe është volejbolistja Erblira Bici, e cili lindur në Gramsh, që po shkëlqen në kampionatin italian në skuadrën Megabox Valefolia, duke fituar edhe Champions League. Fal paraqitjeve të saj që këlqyer në kombëtaren shqiptare, ka rënë në sy të ekspertëve italian dhe vazhdon të jetë një nga lojtarët më të rëndësishme të ekipit. Në një intervistë, Bici tregoi objektivat e saj dhe të ekipit: synojmë të bëjmë më mirë se vitin e kaluar, të arrijmë play-offin dhe kupën e Italisë. Personalisht duhet pozicionohem sa më lart në listën e pika shënuesve. Ajo nuk sheu krenarin që ka qenë vetmja shqiptare që ka fituar Champions dhe shprehu dëshirën për të fituar dhe Challenge Cup këtë vit. Për kombëtaren, Bici është optimiste, pa kombëtaren ndoshta dhe historia ime do të ishte ndryshe, tha ajo. Vajzat e reja duhet shfrytëzojnë këtë mundësi. Unë do të jem patjetër një suport për ekipin, shtoi ajo.